Përshëndetje miq të dashur të emisionit Distrikt, po takohemi përsëri edhe në episodin tjetër të Distriktit. E sonte kam kënaqësinë sepse kam të ftuar në parë në fakt në episodin e 4 të Distriktit në kanalin tonë YouTube, ku është një vajzë e cila ka mjaft ndikim në fakt në botën e showbizit. Mos them që i është përfshirë edhe botës së showbizit tashmë, edhe pse është një vajzë në biznes, është Lena Berisha. Lena, mirë mbrëma dhe mirë se vjen në Distrikt. Mirë mbrëma ty, faleminderit shumë për ftesën. Merci. Lena, kur po mendoj me bu prezantimin tënë, ka shumë emra pra që të bashkangjitën kështu. Po. Në fakt, ja kum lënë vetit shumë emra se ju marrë me gjithçka ka pak, derisa jam ra me një qetësi, me një anë që është biznesi më shumë, që më fokusu të shtash për momentin më shumë atë. E kështu që s'ki fajt, kuptoj shumë mirë. Tash e ke biznesin e grimit, apo? Po, e kam salonin. Salonin tën, edhe qysh po të shkon, qysh po thot që do me thonë kirohen comfort zone, tash jenë ratin, s'mendon me ndryshuar mo. Njerë për njerë jo, mu nuk më dijet, se nëse më kishe thonë para 4-5 vjetëve që ku me qenë një salon, tu kisha kop qysh ka mu saloni, e unë jëmë pak e paparashikueshme në kësi sene. Njerë për njerë po jetë shumë mirë. Faleminderit Zotit, gjithçka ka shkon shumë mirë, puna është stabile, tash fillon sezona edhe jena tu përgatit për sezonin. Edhe stabiliteti është ndoshta kjo pjesa për nga puna, po duke qenë se të kom ndjek edhe jam informu paraprakisht se më të pas këtë sonte, po është që ki bu një laramanim fakt profesioneve, prej moshës vogël kur ke dash me marrë pjesë në muzikë, pastaj si aktore, do me thonë, ke prek edhe botën e showbizit, je një vajzë që komentuash mjaft shumë për deklaratat e tua direkte dhe të sinqerta, kështu. E tash po mendon që s'kemi bu mona eksperiment, s'kemi me të pa diçka në muzikë ndoshta ose në muzikë jo, në muzikë jo se jo. Muzika lyp për kushtim shumë të madh, tepër të madh, edhe unë nuk e një veten të gatshme mu përkushtu me një aq shumë ndoshta. But me fillu prej fillimit, tash më bjen me fillu një diçka të re nëse hi në muzikë, sen që nuk është kurrë nuk është në listën time. Muzikë jo se jo, aktrimin patjetër që po, aktrimin e na të punu konstant me atë anë, po jetë shumë mirë aktrimi, për ndryshe jena të këqyrë me ju bashkangjit botës televizive dhe në Turki, jena në bisedime e sipër, për ishtë qyrtu disa kontrata që veç më kanë ofru. Për në Kosovë, jam të bashkëpunu me disa seriale, mirë po herën e fundit, në serialin e fundit që ju më kanë, u kanë fara e flesht, që u më kalu shumë mirë, u kanë një eksperiencë mirë, po angazhimet të mdhaja në biznes, unë ma shumë e kam fokusin të biznesi. Qysh e gjete vetën në aktrim? Në aktrim, faktën e kom pa vetën prej mosh shumë vogël. Si fëmijë gjithë e kom pa vetën, e kom një që e du botën e televizionit edhe sidomos të aktrimit, edhe të muzikës, po aktrimi u kom pak ma pike dopt, edhe kur mu ka ofru mundësia, pse jo, edhe më duke që më ka shku begi. Nuk hezitove, po në fakt, po mjaft mirë të ka shku edhe kështu si personazh je shumë ftyrë që edhe të dojnë ekrani edhe i ki fjallë ndoshta që buhen me njëherë shumë komentohen, vinë kështë të burojnë sinqert, ndoshta mënyrë sinqert, sepse jemi lodhë të e pa këtë falsitetin, që njerëzit pretendojnë me qenë dikush tjetër edhe është vështirë mi dalë diçka e sinqert. Edhe që është për mu keq ardhë, do me thonë di keq ardhë kur isha të tilla, sidomos qikat. Sforcum fakt, ose sforcuar, apo ju veç vajzat, po edhe meshkujt. Edhe meshkujt, po në mas shumë të ndjej keq ardhë për femrat, se jena si gjini pak ma e butë edhe pse jo më kanë vetvetja edhe me vlerësu veten ashtu që shje, me ato që i ki, me dash ato që i ki. E përmende edhe këtë serialin në Turqi. Jo serial, unë e thash serial. Nuk i dhjetë, mund të qenë edhe film. Po bashkëpunimi në Turqi, qysh ka ardhë, apo s'ka diçka konkrete? Nuk është kur gjë konkrete, ala nuk është nënshkru kur gjë. Ka ardhë përmes shoqënisë që i kena atje, edhe është një ofertë që mu ka paraqit, është diçka shumë e bukur, që në qoftë se veç realizohet, ka mu ka një mundësi shumë e mirë për mu. A ka me folë Lena në gjuhën turke? Po. Edhe qysh funksionon kjo, do me thonë ti e mëson gjuhën turke, apo e din? E di pak, e kuptoj shumë mirë, me folë nashta pak në geci, ndoshta nuk jam qa që aftë sa me folë gjuhën
që folin ata, mirë po është diçka që mësohet shumë lehtë, sidomos kur e doni diçka e mëson shumë lehtë. Dhe më thonë ti nuk i frikë këto sfidat fare. Jo, as pak, përkundrazi. Ngjallën adrenalin sa në të reja që luftoj për me marrë një diçka që e kam. Sa i përket kësaj pjesës që edhe përmendëm, do me thonë që po i shohim tash mjaft shumë në ekranet tona, si televizive dhe në rrjetet sociale, njerëz të sforcuar fakt për me paraqit shumë tema nga ana e moralit, tema duke diskutuar të ndryshme nëpër debate. Qysh i komenton këto dhe qysh i sheh? A reagon nëse sheh diçka të padrejtë, ndoshta të kom pa pak edhe në rrjetet sociale që do me thonë nuk heziton me reagu ose me shpërnda një mendim tonin përveç se edhe komenton, ndoshta edhe del vetë, bën një video dhe fol. Do me thonë, qysh i pret të komente? Në fakt, tu rrit, ja kom nis me i nalë pak qëto reagimet e mija, se jo gjithmonë del mirë kur ti reagon, se ka njëherë më nëshë më dokt me atë synin qka u ka të intereson ty. Po ka njëherë kur i shed edhe i një ndosane që janë absurde, nuk më nëshë pa reagu. Unë mësë mi pas rrethin edhe shëshnin e ngush që nalin kërdia kësha po sikur. Se janë pak që si gjak në zetë edhe janë nisi me njëherë s'muj me duru sane që janë përfshihesh. Po, përfshina shumë letë, sidomos kur preket diçka personale dikujna. Me i komentu, ka njëherë për një me ta ikin truni me dosane, se janë të dollë, e kanë marë si pik ku pohim viral në për rrjetet sociale, edhe nuk e mendojnë fare pjesën e tjetrit çka pi bën edhe sa po e dëmton tjetrin që e ki përballë, veç i lëshojnë fjallët edhe për ta mjafton qaj me hinë viral, ose ajo. Për shoshëm deklarata, kum pa me të vërtet pimat ndryshmeve, sidomos prej ju në konë disa të fundit që e kanë qarkullu shumë. E po është një reagim tënde në fakt, që ishte diçka fjalla për tradhtin. Është një temë që edhe ti pak e ke prejke dhe është komentu mjaft shumë fakt si lajmë. Që jo çdo kush zgjedh ta komentojë se ta ndaj me publikun, sepse shpesh hezitojnë ndoshta me prek jetën e tyre personale, mundësisht edhe i evitojnë atyre pyetjeve, është diçka që gjithë e dim, që edhe para se marrin intervista ndoshta mundohen me ikë. Po ti ke qenë ajo që ke deklaru për një temë të tillë edhe nuk të ka pengu dhe me komentu ndoshta në rrjetet sociale. Çfarë komente merr nga vajzat, më intereson me ditë? Shumica e komenteve janë kërkosh ta merr, jo mos me dasht, jo me dasht. Ajo është shumë e kuptueshme, unë jam çaq e madhe sa me kuptu këtë sen. Unë në fakt nuk është keq kuptu, është marrë prej emisioneve dhe njerëzve që shka ndash, që ka konvenu për vjuzat e veta, une në fakt nuk ju më dalë me full që mu më ka tratu dikush, une ju më kanë të espigu një të kaluar timen, pse kom hek dorë prej disa andrave të mija që i kom pas në atë ko, edhe kom të regu për shka, tani ka rjedh pyetja tash qysh është gjendja e statusit, edhe në thjesht e kom komentu që nuk ekziston më ai farë muhabeti. Mandej është keq interpretu nga publiku? Keq interpretu, po nga publiku, besa dhe nga mediat, edhe po vjen shumë keq, nuk du askon me prek ose askon me lëndu, se nuk u kon ajo qëllimi jam absolut, mu prek as një person tjetër. Absolutisht. Unë kom folë personat e mija personale, personat e mija që unë i kom përjetu dhe i kom pas, mirë po dihet tash qysh. Për njëherë mirë për me u ndoshta sharu të gjithë ata që kanë keq interpretuar dhe deformu këtë lajm tënd. Është ndjer Lena e tradhtuar në atë periudhë apo ka qenë mos më të rajt, heq nuk di, kom harru gjithçka. Mirë, e ke lënë gjithçka, nuk ka lumen. Mirë ke bo. Për ka pjesa e këtyre deklaratave edhe këtyre komenteve, a ka persona ndoshta në shoqërinë tonë ose në familje që të thonë që me ndërprej këtë pjesën e sinqeritetit tonë ose mos me qenë kaq e sinqertë se njerëzit edhe mujnë me keq përdor deri në një farë forme. Jo mujnë, në fakt e kanë keq përdor, sen që mu nuk më luan shumë rol, përderisa unë gjithmonë mjafton me kanë unë e qetë personalisht, mundi e qetë edhe me ditë shumë mirë se çka kum thonë edhe për çka e kum thonë. Mandej se qysh e shohin edhe qysh dojnë me marrë njerëzit, se shumica e njerëzve të ngojnë çka po thu, po nuk të ngojnë çka i ka thotë, e ngojnë çka dojnë vetë me ni. Apo kupton, nuk sa dush ti tregom diçka, unë nuk kam të ngoj çka i ka thotë, po çka unë po du me ndi. Nga mënyra që i perceptojnë ata. Absolut. Kështu që jo mrit më u mësova me këto sene, kështu që më nuk është që më jep shumë. Në fakt, je nga një mosh, nuk e di sakt cila mosh që merr pjesë ndoshta në këtë botën e showbizit, por ki ndikim edhe më intereson me ditë
si duket bota e showbizit, ose çfarë ndryshimi sheh prej një kohe, edhe pse ti ja vajzë e re edhe nuk është që mundesh me bëu diçka një diferencë të madhe, po nga këndvështrimi se çish i kemi pa atëherë deri sot. Jo, në fakt jam vajzë e re, mirë po nëse bëjmë krahasimin para 10 vjetëve edhe sot, është një dallim tepër i madh. Është një dallim që definitivisht është absurd sa mundet më konë një farë. Nuk e di, tash i shohin insanet këtë ndryshe edhe i marrin insanet këtë ndryshe. Përpara u kom pak ma zor me hi në showbiz, tash është ma let, po përpara kur u hi ose i hi profesionalisht, ose s'ki mujt me u fut aty fare. S'ki mujt me dëpërtu. Po. Tani, gjithkush po hin në showbiz, edhe gjithkush po ka mundësin me marrë, qa me thonë, një status si gazetare, kontore, aktore, influencere, që jënë bo çdo e dyta influencere. Kështu që është ma letë, mirë po jënë të e keq përdor me të madhe. Mendimi jam. A mendon që keq përdorën edhe këto rrjetet sociale duke di që ti tash je në këtë botën edhe të marketingut në fakt që të duhet në një farë forme për çdo biznes? Po. Qysh është këtë pjesën e marketingut? Unë për vete ty mas shumë të shoh duke bëu marketing ti personalisht vet. Nuk është që bazohesh shumë te njerëz të tjerë, ndoshta që mundohesh me paktën unë ashtu e kom pa, nëse kom gabim korrigjom. Shumë rregull je, edhe shumë e vërtet. Unë për vete zgjidhi marketingun me bëu me sende shumë të rralla ose mundësisht produktin që e marr me ta bëu sot marketing nuk më marr diçka të njëjtë, të njëjtës deg ose të njëjtit sen me bo edhe për dikon tjetër. Do me thonë qoftë se unë ta marr një produkt toni që teshat, edhe pse teshat mundesh apet me eksperimentu, mirë po për produkte faciale, këtu senet, unë menoj që përbojmë pak edhe anti-marketing në këtë rast, se veç po marrim pare, ose veç po marrim produkte, shumica, edhe nuk e kam problem pse sot ta bëj ty, nesër ja bëj tjetrit, edhe është i njëjti produkt. Veç që kanë emrat ndryshe, të njëjtin sistem e kanë, të njëjtin funksion. Mirë po ta bëj sot ty, nesër tjetrit, unë menoj që është pak absurde, ti perren publikun tonë që po të ndjekin ty. Unë për veti kom zgjedh, kom vendos me bo reklamen maksimale vetes tem edhe biznisit tem. Nëse e bëj një reklam tjetër, është veç nëse është një ofertë shumë e mirë, ose nëse për një me ka pas ndikim, ose ka pas efekt që rezultat, po. Po besoj që ndoshta përveç këtyre pjesës marketingut, pjesa e fushës derisa e inkuadru në biznes nuk ka qenë proces i lehtë. Jo, nuk ka qenë proces i lehtë, është e vërtet se të jesh femër. A të ka ndihmu fama apo të ka penalizu? Jo, më ka ndihmu shumë. Më ka ndihmu shumë se unë veç realisht unë njeh si figurë, edhe kur vendosa me hap, kur e hapa biznisin, veç se nëse hiç se ka një emrin e biznisit, e ka ndi emrin tem edhe e kam pa që Elena pas ka hap një biznis. Më ka ndihmu shumë, ja kom pa hajrin në këtë rast. Mirë po nuk është që nështë më ka ndihmu shkaku që se kom keq përdor asnjëherë imazhin tem që shumë njoft prej fillimit deri tash. Nuk e di a ki rreth shumë të madh të shoqeve ndoshta, apo duke e di që bota e showbizit është edhe një farë konkurrencë kështu me këto bizneset e grimit edhe të parukerive që rregullohen, a kanë duar trokit apo të kanë ardhur shumë shoqe dhe kolegë në këtë aspekt? Ç'është e ke ndje veten? E kom pa një diçka në rrjetet sociale, nuk e më sigurt ku, po shkryke ma përpara e bën një kliente shoqe se shoqen kliente. Edhe jo 100%. Edhe unë kom dëgju këto që në biznes, dhe me thonë ma shumë dvarë trokasin ata që nuk njojnë eq. Nuk njojnë eq. Se sa ata që i pas shoqni për një kohë shumë gjatë. Edhe unë edhe Ardi, për shembull Ardi është bashkëortak me mu që jena në Selling Studio. Edhe unë edhe Ardi kena pas shoqni shumë gjanë. Edhe gara biznisi edhe kena ngushtu qatë shumë rrethin, sa na met në 5 veta maksimum që rrina. Edhe ata janë pjesë të familjes, dhe më thonë familjarë tonë. Shoqënia nuk e di, nuk më me qytë se është i nati ose diçka, se zakonisht tojnë ta kanë i nati, po nëse marrë ashtu, unë e marrë thjesht që nashta nuk ju ka dalë puna. S'kam pas ko. Tash mos bëmi shumë sipërfaqësor, se këtu diçka ka, kur ngushtohet rriti, ndoshta ose ti të rritën përgjithësitë dhe s'ki kohë mo me ndajt me çata njerëz të njëjtë. Po, është edhe kjo, po edhe është edhe pjesa tjetër që me kohën ishte pak më ndryshe. Ja nis me pa realitetin ma shumë. Turit ishe realitetin ma shumë, se kur je ma i ri, ma shumë she ëndra, she filma. Po, i beson ndoshta ma shumë njerëzve. Po. A ka zili në këtë pjesë, ndoshta Lena? Sidomos kur e shoh një femën të bukur që ka arrit deri diku një farë stabiliteti si në biznes, po edhe në karrierë, qysh je përballë ti me këto
komente ndoshta ose këto procese? Fatkeqësisht Zili ka në të në gjitha fushat. Edhe në gazetari, edhe në muzikë, edhe në aktrim, edhe kudo ka Zili, ka inate, ka xhelozia të ndryshme. Une mundona maksimalisht mos me pa që dikush ma ka Zili mu. Ata që më njohin e din që Lena nuk qohet me thonë unë jam asnjëherë, zakonisht gjithmonë foli na jemi, edhe kam qef me ndaj çdo sen temin me krejt njerëz, sidomos të rrethit tem. Zilia është fatkeqësisht, po zakonisht rrjedh për njerëzve që nuk kanë vetbesim, edhe rrjedh për njerëzve që nuk kanë forcë për me bo një hap për jetën e vet. Mandej çka kanë me bo tjetër pos mule dhe me ta pasin aty ty e mua femrave tjera që arrini. Është shumë interesant se në gjitha këto videot e tua kur të kom ndjek, kom pa një farë vetbesimi, edhe një farë një shkëlqim që e ki kështu që flet me plot bindje që nuk e di a e ke ushtru veten, e ke praktiku, ke meditu, ke ndëgju, e ke studiu këtë farë fushë, që kjo është, mund më thonë që është e rrallë, se ka njerëz që e ushtrojnë mjaft shumë ndoshta, po mënyrën e paraqitjes kur flasin e kanë shumë problematike. Edhe ti ki, domethënë ashtu spontane, sa që ndikojnë. Po ma bëjnë ti ki fjalë në xhep, veç në zirë. Po, në fakt jo si kom ushtru asnjëherë, nuk jam ul asnjëherë në jetën time para pasqyrës edhe me ushtru veten qysh me fol. Jo, po ndoshta ka këto mënyra që meditojnë edhe ushtrojnë veten me pas një vetbesim. Unë mendoj që kjo është prej një brumi që është gatu shumë fuqishëm prej dy prindve të mi, edhe kanë kriju një femën që ka sforcë si Lenën, edhe që jam falenderuese gjithë jetën ndaj tyne. Unë jam rrit me atë besimin që ma ka thonë prindi jam, gjithmonë ka thonë që ti mundesh edhe gjithmonë ka pas besim në mu, që mu më ka ndihmu shumë për me arrit këto që kom arrit deri tash. Edhe çka do që të arriti, unë jam falenderuese ndaj dy prindve të mi, që jam kanë gjithmonë krah meje, edhe kur kom hek dorë prej botës showbizit, edhe kur jam rikthy, do me thonë kam pas një besim tepër të madh që unë kam u rikthy fuqishëm edhe kam u kanë më fortë se sa çush jam kanë, që realisht ashtu edhe ndodhi. Vetbesimin e kam ndoshta që e di kush jam, edhe nuk kërkoj më shumë se sa që muj prej vetës. Unë e di sa kam kapacitet, edhe për atë sa menoj që kam kapacitet, aq punoj. Edhe zakonisht nuk dështu, ndoshta që kjo më ka jep edhe vetbesimin e madh. Kur e ke pa vetën ty arrit ato synimet e tua. Për shembull, kur e kam pas synim në diçka, nuk ju ndërzo asnjëherë. Po, ndoshta kjo është edhe më shumë pjesë e karakterit. Po për gjithë ato vajzat shembull që të ndjekin edhe kanë si rol model, qoftë për nga ana showbizit apo ana që dojnë me hap një biznes, nuk është se gjithë prind janë shumë jo suportues, por ndoshta jo edhe aq mirë kuptues ndaj fëmijëve për mi ndjek ëndrat e tyre. Shumë raste të tilla, edhe ndhimen shumë ato çika ose edhe ata djemë të ri që fatkeqësisht nuk e kanë një familje dhe një pjesë prindve që shikam unë. Mirë po, zakonisht më shkruajnë edhe në Instagram shumë shpesh, edhe në TikTok, më shkruajnë plot çika që më thojnë how, çish ke mujt me bo, çish mujt me bo, ose edhe zakonisht japi maksimumin tem me plot sinqeritetin e botës, më ju tregu që kurrë nuk është shumë e lehtë, po kurrë nuk është e pamundur. Nëse ti don diçka, do me thonë është pak e zorshme, nuk është lehtë, mirë po gjithmonë duhet me sakrifiku diçka për me arrit diçka. Çfarë mendon që ka sakrifiku ndoshta Lena më shumë din këtë pjesë? Për me qenë ky karakter që i sot edhe ju jep mesazhe ose ju kthen këshilla këtyre vajzave. Unë i kum jap shumë kohë vetes. E kum pas periudhën time kur unë kum dalë edhe në knaq. Po tani kur e kum pa që okay, s'po fitoj kurrë prej kësajna, e kum nal edhe kum sakrifiku çefin e dal me vetë, që me thënë ndryshe, knatësis, ose që janë momentale, që kalojnë shumë shpejt, e kom sakrifiku ato për me arrit diçka tjetër një tam që u konë ma profitabile. Kom sakrifiku pjesën për me shku në përpushime me familjen teme kështot, për me punu edhe me arrit diçka. Ka pas shumë lloj sakrificave të ndryshme, edhe prap sakrifikoj, edhe prap bëj për një diçka që du me arrit, edhe asnjëherë nuk dorëzona, do me thonë, kur nuk dorëzohesh, kur nuk ki me hu. Edhe nëse nuk e arrin, prap se prap ti je mundu e ki butonde, kështu që... Po, je një farë forme të luftu për qatë proces. Çka nuk bën kompromis Lena? Çka nuk bëj kompromis? Që ndoshta ti e njeh vetën, karakterin tënë, edhe din që je një vajzë luftarake, fortë,
ndoshta edhe nga ana emocionale, çka nuk bën kompromis në lidhje, dashurie, po edhe në jetën tënde ndoshta. Në gënjeshtra zakonisht nuk mimi përballu. Nashta është një gënjeshtër, se ka dhe gënjeshtra të bukura, po ndoshta çaja gënjeshtra ka ma bën dikush ka mundësi që u bu për arsye që prej frigës që po më hup mu, mirë po prap nuk më nëse unë e vërtetoj që ti më ke rajt për diçka, unë nuk më të pa me syt njëjtë, edhe nuk më vazhdu më një diçka, ose shoqëri ose dashuri ose çka do kuft. Kur e shoh që nuk po respektohet prezenca jeme në jetën e tjetrit, nëse e shoh që ka e përbuz të mirën teme, këto janë pa tolerueshme. Pra gënjeshtrat, mashtrimet, tradhtia, këto që edhe i ke diskutuar, janë të pafalshme të tjera. Po mendoj që për çdo njeri normal janë të pafalshme. Po, duhet me qenë fakt. Po tash në një botë ku po jetojmë ne, po ashtu, është një farë paradoksi që po rrethohemi shpesh me njerëz të tillë, që ndëgjojmë raste të ndryshme, si në showbiz edhe në punë edhe në shoqëri etj ku po ndeshemi me këto tradhtit, jo vetëm ndoshta në dashuri, po edhe shoqërore, zhgënjime të ndryshme. Pse mendojnë që ndodh kjo? Ndoshta që ju mbush shumë sipërfaqësor njerëzit. Nuk kanë hup emocionet. Ja kanë nisë më zhduk emocionet e njerëzve, nuk po kanë më ndjenja, edhe që kjo pak është për marrë keq, se e shoh me gjenerata të reja, pe i shoh që u ka shkon veç hala ma shumë, edhe e shoh se ma nuk është respekti që këmë pasun e ndajt një moshuarit, nuk e ka njëri njëtin respekt. Adina e kanë ato që ti e maj madhësone po qka tash, adina e kanë një farë qasje që... U humbet kjo dhe mshuria, ndoshta. Humb krejt në fakt. Qëto arsye janë pse, për shembull, nuk e duron një diçka shumë të thjesht, po e duron diçka shumë të rëndë për interese tjera. Edhe e kanë ngatru tash intereset... Kanë humb ndoshta edhe këto parimet morale, për arsye duke u bazuar në diçka që japin rëndësi veç asaj vlere që kanë interes. Çka shihet, do me thonë, ma shumë japin rëndësi çka shihet se sa çka ndjehet. E që kjo është arsyeja pse po ndodhin këto sene. A mund me qenë tashtit veç në mënyrë hipotetike edhe këto problem prej rrjeteve sociale, se veç çka shohem është një pasqyrim. Patjetër, pa diskutim. Ja asaj që ndikohen gjenerata të ndryshme. Pa diskutim, këto e kam folë edhe më herët që njerëzit janë ka shohin në rrjete sociale dhe janë ka ndikuar shumë. A mundesh me ndoa vetë një përvojë ndoshta si artiste që të kanë keq kuptuar njerëz ose nuk e kanë njoft një anë, ke pa komente që nuk përkasin ty, për shembull paragjykimet mund të jenë të ndryshme. Po, sidomos një më kanë ndër femrat tash, gjithkujna do këtë vetë jam me paragjykimja, po në fakt kur kom postu ma herët foto e video pak ma provokative, si e rej që më konë, ka pas shumë paragjykime deri në moment që më ka njohur personalisht. Do me thonë, nëse më shet dikush në rrjetet sociale, unë duk në një femën shumë me mendje të madhe, shumë që spreki për toka, nej, po tash që po shkoj ma shpesh në intervista, më duket ja ka nisë me u qetësu, se ja ka nisë me pasë sa që Elena. Në rrjetet sociale kërkush nuk është njësaj, si ku në jetën reale. Unë në rrjetet sociale mund me ta bëj një video të keqe, të knuhet, tanat, si të ndalet video më ja nisë me kajt se kam një problem tepër të madh. Krejt kena probleme, se ndodh edhe kam komente shumë që ma bojnë, qysh ka mundësi më kanë sikur ti çdo ditë e lumtur. Kërkush nuk është çdo ditë e lumtur, as kërkush nuk është çdo ditë e mërzitur. Kështu që janë sene që paragjykohen edhe kur nuk mundesh me thonë e pashit video edhe që identifikova personin. E fatkeqësisht nuk ka dinë mi dallu hiç. E po, kum pas paragjykime të shumta. Zakonisht për pamjen, zakonisht më shumë ti kanë bë komente që nuk është a ke pas në moment a ke pas në moment ku e ke ndjeqet presionin e komenteve edhe me hin më dyshje ndoshta për punën që e bën ose diçka? Asnjëherë. Se ka në fakt persona ka shumë, e vërtet. Ka tepër shumë, sidomos të ri që janë më shumë të re, normalisht edhe i kuptoj se janë të ri edhe nuk mund me njëjtë sikur unë ose si dikush që është më i madh që nashta i ka kalu ato. Mirë po nëse kum pas as kur më kon më e re as tash këtë problemin e komenteve, këtë problemin që thojnë tjerë që nuk më njofin. Mu më dhanë fjalla e dikujna që e njaf edhe më njef. Nëse dikush që më njeh mirë, ma thot një fjallë të rana, e më dhanë pse. Dikush që komenton, nuk ka që apon të nditën në vishre në rakt edhe hend komenton, është nervoz në dikën shpis, hend në asha neve. Ose këto profilet false. False, po dhe zakonisht janë false. Ti e ke rrëfyn fakt dhe këtë pjesë që një ku i ke ndalë gjitha rrjetet sociale. Por jo për arsyet e tua, por për arsyet pse të është kërku nga ish partnere. Po sot, për vetën shambull. Jo, ma shumë
o kërku, po unë më shumë kisha thonë që u konë zgjidhja jeme. Një lloj respekti ndoshta. U konë zgjidhja jeme, kom zgjedhë me konë më rahat edhe ka ndodhe e farsani. Po jom largu edhe në fakt edhe për shkak që jom konë keq e rëndume emocionalisht, edhe e kom ditë që kam pret në qovë se une veç kyqna në rritës sociale tash me një status tjetër, edhe e kom ditë se qka kam me komentu, ma ndej jom frigu mës nashta kam ndiku shumë si që keshte one, kështë që ma mirë kom majtë qëtësi edhe jom me ta prisha qëtësin tonë. Qashtu, do me thonë ndej sa e kom marrë vetën, jom forcu, jom shëru, ma ndej, kom vazhdu prap, që u konë. Më intereson me ditë sot, nëse Lena tash nuk je në lidhje, ndoshta, apo je? Jam e lumë të shumë. Okej. A i kishe publiku lidhjen tonë në rrjetet sociale, edhe a ishe tërhek ndoshta, e kundërta, a ishe tërhek komplet nga rrjetet sociale? Jo, mu tërhek jo, se besoj, se po besoj që partneri jam që ka marrë një jetën temë, ose që është ardhë. është rrugës. Po besoj që ka më kanë shumë i kuptueshëm, shpresoj shumë, që kena me gjetë një mirë kuptim. Po prap se prap, nuk e hi dorë, shkaku që është një diçka jeme personale, edhe a publikoj lidhje, unë për veti knaqna shumë kur isha qiftet në rrjete sociale. Do me thonë, fjala e me të në konë është mashallah, sa bukur. Unë shumë knaqna, po jo krejt kanë sy të mirë. Se unë pikrish për këtë pyta, se shumë njerëz kanë fillu edhe me rujt me fanatizëm pak më shumë këtë pjesën e marrëdhënieve, shembull, nuk e postojnë tash sikur një kohë. Unë mendoj, tash pak të natë rrath që po rrit, nuk kanë faj, se unë pja u bëj shoqeve, kështu që janë lidhje, pja u bëj nëse ju mërzitet t'i dashuri, postojeni edhe nuk ju shkon nga të keni munda. Se zakonisht është të ndodhë që kjo, fatkeqësisht është të ndodhë. Për qef shumë e kisha postu, me nda lumëturin teme që më të e ndjej me të tjerët, po komunu sa ma shumë me majtë me fanatizëm privat. Me rujt. Okej. Tash nuk na tregove se, do me thoni, dashuri qenë ka veç rrugës, halo nuk ka diçka zyrtare. Halo, s'ka zyrtare. Do e publikoj, po jo edhe lidhjen komplet, do e bëj publike, pa tjetër. Bishmës me pas sekret, do me thonë. Jo, sekret s'ka më konë, jo. Mirë. Cilat janë planet e Lenës për të ardhmen, përveç fushës së biznesit, ndoshta që do ta vazhdosh, edhe kësaj që e përmende serialin në Turqi, çka mendon Lena konkretisht që do të realizoj për? Lena, përpos që ka më rrit me biznes, me të kallëzu drejt, çka kam qef për momentin është, nashta më duket që tash pendjej me bo një bebë. Një fëmijë. Po, kisha dasht, po jo, nuk është njerë, halo. Po, që kjo, biznes kena më rrit halo, do me thënë kena me shti edhe sande tjera në sëllin. Me sa mora vesh tash në serialin Fara Flesh nuk jemo? Me shumë gjasa jo. Jo pse nuk po du, po thjesht jam shumë e ngarkuar në pjesën e sezonës tash, edhe e di që hupi shumë te puna në qoftë se shkoj edhe në serial, po jam shumë e qorientume, po jam shumë e ngarkuar në tanatë tani. Karakteri yt është kjo e gjithanshme në fakt. Po tash të kalu vitet ndoshta duhesh më përcaktue. Definitivisht, më ka ardhur koha më nal pak se po ma bojnë qysh e ka mundesh me funksionu, pja bëj veç kur të bini dit dang nala, edhe s'moj më heq, as më qu me kalu një dit normale një jetën teme. Po jam shumë e ngarkume, nashta për qëta arsye më duhet me ndërprim. Duke qenë se normal aktrimi merr kohë pak më shumë për kushtim është. Edhe duhet më kanë e fokusume, nuk del asnjëherë mirë rolin, qofse ti nuk je e relaksume edhe din me hin rol. Unë e pa shirën e fundit kur kesh në gjirime, kesh ti për e lath edhe kesh ti për e ngarkume, edhe absolut nuk e majnë mend që shkon funksionua dit. E për këtë arsye, nashta ma mirë është me ndërprej se sa me bu keq edhe vetës si aktore, edhe seriali nashta me dal keq ka ku jam. Okej. Është seriali një farë forme tek Fara Flesh, është fjala një serial që edhe pse përdoren ndoshta gjuhë pak banale, është mjaft i shikueshëm edhe ndjeket mjaft shumë. Po, shumë serial i mirë, është atraktiv, është realiteti në fakt joni, që pasqyrohet me një farë ironie. Po, patjetër që po, edhe fatkeqësisht persona të tillë kena çdo ditë i shohim, që edhe i përdorin fjalë të tilla, edhe ngacnimet ndaj gjinisë femër e kanë të njëjtë, mos ma keq, po na shqiptarët jena të prirur për mos me pranu realitetin.
Po, e vërtet është kjo shumë e saktë. Domethënë i ikim në një farë formë me realitetin. Do të mshelim syt sikur tap su ka bëhet kur gjo. Jo, hapi syt, këqyr ku gabimi, rregulloje, mandej vazhdo. E na jena të primë për mos me pranu realitetin. Sa mendon Lena që do i përshtatet ndoshta një bote të mediave, duke qenë se jemi mjaft aktive dhe kështu i paraqet këto tema ndryshme që bojnë mjaft komente nga publiku. A mendon që në të ardhmen ndoshta e kishe gjetë veten si pjesë e një debati ndoshta ose pjesë e mediave? Kam ftesa të ndryshme në këto emisionet me debate, me panele të ndryshme. Po, si e thash, edhe për serialin njëjtë edhe për emisione ose televizione, kështu që për një me po duhet shumë përkushtem, po vynë shumë kohë, për shembull çfarë ditë që e ki xhirimin duhet mi përkushtu të ditën çasajna edhe unë nuk po kam kohë të mjaftueshme për çat pjesë. Do të thonë, njerë për një herë nuk po guxoj me bo atë hap, po nëse një ditë e shoh që okay, më mja dal, pse jo, me kënaqësi. Nuk pendohesh për këtë pjesën që ke bërë këto eksperimente, ndoshta edhe si dihet, edhe rikthehesh ndoshta në muzikë apo jo, e përmend edhe në fillim që jo. Në aktrim vazhdon me qenë. Po, në aktrim nuk, në fakt në aktrim jam dal, jo që kum hek dorë prej aktrimit, jam dal veç thjesht jam largu po, çështje kohës. Po me hek dorë ose mu pendu për sa çka kum eksperimentu asnjëherë, se un kon disa dëshirat të mia të momentit që kum dashur me provu veten a mëj, se kam qejf me sfidu veten me plot fusha, e kum sprovu veten në plot fusha, tu fillu prej vallëzimit, modelizmit, si mes, si aktore, si këngëtare, domethënë tana ti kum prej kapak edhe ja kum nis mi selektu sandet, mandej ku e shoh veten më shumë që u kon aktrimin. Është karakteret. Po, cilën kohë je kun kështu si ma e pendume, ndoshta me thonë që modelizëm nuk e di pse e kum bo këtë gabim pse hyna, veç për marrë si shambull, ose ndoshta na njënën prej këtyne, që ti nuk e ke ndje, jo që është e keqe, po ti thjesht e ke ndje. Po, modelizmi është 100% ja qëllova me të parën, do me thonë. Modelizmi është i vetmi sen që nëse dikush më kishtë thonë qka kishe këthyp që mos me bukur, ishko modelizmi. Jo që e kam na eksperiencë të keqe, jo që mund më ka bu diçka personalisht keq, po kur e kom pa botën e qasajna, qysh nuk vlerësuan femrat, e bukra, qysh tash fatmirësisht ka ndryshu komplet regula, nuk është sikur u kon atëherë, se atëherë ti u kon 2-3 agencione që kam pas qika modele, edhe as nuk i kanë vlerësu mi pagu qysh duhet, as nuk i kanë majt. Unë në fakt u kon një periudhë tepër e shkurtë asaj fushe, që unë më kam jaftu qajtë se unë me marrë inati atë farë fushe. Dhe tash çdo çike re që ma shprej dëshiren për më bo modelin e të ardhmen e vetë, përgjigjen teme ka jo të prejme, po tani normalisht që gjithkush e bën zgjidhjen e vetë. Do me thonë kjo ndoshta jo vetëm tek ne, po në përgjithësi jo, menoj që në përgjithësi, edhe që kjo është se për shembull i ndi shumë rinin sidomos, tu thonë jo në Kosovë po bëhet gjithçka, gjithkund bëhet ky sen. Gjithkund ka sende të këqija, gjithkund ka vrasje, gjithkund ka abuzime, ka gjithkund. Okej, na jena popull i vogël, edhe jena shtet i vogël që mirët vesh shumë shpejt çdo sen. Është shumë e vërtetë, mirë po janë sene që ti ai ka dhënë më modernizu. Do me thonë na shqiptarët, sidomos në Kosovë, jena modernizu në senet e gabume. Jena hi në Evropë me senet mrapshta. Ti shim hi me senet të drejta, nështë e këshim pas mund pak ma mirë, po na është shumë e vërtetë. Qashtu kena startu, mrapsh kena startu, tash disa drejtohem e kena pak probleme. Qish po mendon ti që është kjo mënyra më e mirë e drejtimit? Ndoshta munoj edhe me pranu realitetin. Duke ja nis prej kësaj. Po, mas pare ti nuk mundesh me jetu me një shtëpi që e ki një dhomshe, edhe nuk e ki një rrogë, edhe nuk e ki një jetë, me menu që ty jetu si milioner, nuk mundesh. E na jena shtet qashto, jena shtet i vogël që si kena kërkasanet, edhe për menuna me bu regullat edhe ligjet e shteteve të mëdhaja evropiane. Këtu në regull, unë jam shumë e lumtur që shqiptarët, kosovarët, ja hanis me menu këtë pjesë, mirë po. Ma gradualisht, pak ma letë mi hi, jo direkt mi hi sharë shqiptarë mi gjitë për toke, se pishojmë shumë biznisi jënë kam shelen. Unë e vetë kam biznes edhe di sa po prejkem prej këtyne regullave të reja, që nëse nalem, unë nuk jam kondër se është shumë jetë për një shtetë. Mirë po, nëse ti do mja qitë regullat një biznise, japja mundësin bile. Ndimaj e pak të në fillim, mi marë kon. E këtu nuk është kërkur s'tjep ndim, po momentin që viqë shohen që ja ke nis me e hap një lokal, qka do koftaj, një t'hin inspekcioni, të këshyrim ku po dënë ti me hi këto. Do me thonë nuk t'jepin vullnat, po
t'i prejnë kom për me vazhdu me bu diçka. Po, në fakt është diçka që po diskutohet shumë shpesh sidomos kohën e fundit. Po, se është një realitet që për një me na ka lodhë. Në faktu nëse dikush ma kishton pa hi në botën e biznisit, në me kisha thonë shumë mirë, se shteti që të do të me përparu, okej, shumë e vërtet. Ama ja pjani qëtyme të pakten, ndimaj pak. Me përkra biznesin. Unë mendoj që bizneset në Kosovë janë tjepër pak përkrame, sidomos bizneset e vogla. Bizneset e vogla do me thonë stimisat janë të imyt. Tap pjepe një shuplak, një dënim shumë madh, ti mjafton që ato me jep edhe me jep mbrapshin asajna. Që e vërtet, mandej është shumë vështirë edhe me u rikuperu ose me vazhdu procesin e punës. Se gjithë cili, për shembull, shumica e tënve janë ose me një kredi që janë hi për me investu, ose ku e di që kanë mujt me mbledh ato pare për me bu. Do me thonë ti me nëzim mbledh pare për me hap, momentin që e hap ti ki me marrë një të poshtë, qysh ki mu ngrit ma është problem. A ke pas vetë personalisht jena probleme të tilla ndoshta në biznes? Jo probleme të mdhaja, se ju mundu me maksimumin me kone rregullt sa i përket këtyne pjesës shtetërore, po kemi pas valla. Në fakt ta jep një farë ankthje. Se tash po dëgjojmë lajme të ndryshme kur ka një biznes ndoshta fitime të mëdha, qofshin ato nga diaspora ose të ndryshme që ka bizneset suksesshme që na duhet me qenë falënderues ndaj tyre, aty mundohen edhe me prish pak imazhin edhe me inspeksione, me media të ndryshme që mundohen mi mbyll. Kjo fakt është e dëmshme edhe për vendin. Shumë e dëmshme. Unë po tham, nëse hene këshyrë veç të rruga B që është biznisi jam që funksionon, nëse hene veç në rrugën B, ti ki plot lokale që janë mshel për këtë arsye. Po. Edhe mandej normalisht rinia lypin me dal jashtë. Po. Se ti s'pilen këtu me marrë frymë. Kështu që dalin bon argati i Gjermanisë ose i Zvicrës ose kuda. Për arsye të ndryshme, ndoshta jo veç edhe të punës, po edhe kësaj që përmendëm më herët që thënë një modernizim i shpejt, me këto pjesë, po tham ashtu negative, që po i shohim si një degradim i çdo gjëje, si në media, temat që trajtohen për virale, të tjera dhe bo rrezik që edhe fëmijët mu rrit në këtë lloj fryme. Absolut, nëse unë najherë menoj me dal jashtë, i shkon arsyeja veç fëmia jam. Një modernizim që se për momentin unë nuk e di a guxoj me rrit një fëmijë në Prishtinë. Se është bo një farë mali i egër, se po tutet njeri me dal jashtë. Po shohim që auto ndodh, edhe definitivisht u bo jetë e frikshme. Jetë e frikshme, një tension, presion ndoshta që në rrjetet sociale paraqiten pak më ndryshe, po në komente janë shumë agresiv. Shumë janë agresiv, edhe jo veç në komente, tash u bo alo më e frikshme se përpara kanë komentu, po nuk është që kur të paktën live nuk është që të kanë ofenduar ose diçka. Tash edhe nëse dalin kom, isha shkon me kryni shërbim në një institucion çfarë do koftaj, i ki nervoz krejt ato që punojnë atë. Nuk po di as pja japin rrogat ako problemi. Shkon domethënë atë, ju të më fal zoj po më vjen që kjo. Domethënë sjelljen që e kanë ndaj teje, nuk e din a jesh ku mi lyp bazh, atë ku problemi. Domethënë janë tepër agresiv njerëz. Po. Një frustrim ndoshta i çdo i dyti kërë që për shembull ja trupon rrugën pak keq që njëri keq çohet del pikirit kapet rrokë, domethënë ju mbo sikur më u qit diçka në ujë edhe më ja agërsu ujin. Mos ka diçka në ujë. Diçka së ujë që përtina. Unë në fakt e kom vrejt këto në komunikacion, që unë personalisht jam shumë e qetë. Edhe mami çdo herë më thotë të sa mirë që as nuk po bëhesh nervoz, as po e kom vrejt në komunikacion, sidomos jo gjinia femrore, po meshkujt din mu still shumë ashpër me neve. Shumë. Është e çuditshme. Qyre tash, unë kam një problem me babën tem, se babi për shembull çdo gabim në komunikacion që shetat garant femën është. Po, e më vjen shumë i natë. Do të thonë të nis pi babës tem që mendon që femra zime. Nëse nuk kena çast mira, po. Realisht po, janë shumë. Po nuk do me thonë shofere veç me vozit shpejt. Fix. Kështu që edhe këto pse jena pak ndoshta ngadalshme, do me thonë që na bojnë shofere. Ndoshta do na më kon pak më të sigurta. Po. Milena, minutat shkun shumë shpejt. Ne jemi edhe drejt fundit të emisionit. Unë pata kënaqësinë shumë që pata sot, edhe me këto fjalët e tua që mes rreshtave jep shumë mesazhe. Të doja edhe diçka për fund që për gjithë ato vajzat e reja që të ndjekin edhe të kanë si një model, ndoshta që dojnë ta ndjekin në të ardhmen. Me këtë të fundit që e diskutuam për modernizimin e shpejt. Në çka mos të mashtrohen ose në çka duhet që të lexojnë dhe të avancohen, mos të gënjehen nga kjo bota ndoshta e Instagrameve, rrjeteve sociale të ndryshme, që me devijun këtë modernizimin e shpejt, po them ashtu.
Së pari ishte kënaqësi për mua shumë e madhe, sidomos më kon femra e parë në emisionin tonë. Të uroj shumë suksese. E sa i përket kësaj pjesës, unë Lena mundet me folë se gati çdo emision ja u japi ka një mesazh, mundona mjau për cilë ka një mesazh. Po nuk po ka funksion asnjë sen. Unë isha lut shumë që qikat e mu krejt çka du prej femrave është më bu të pamvarura. Të pamvarura në pjesën pozitive. Si për shembull, njekni ëndrat e juja. Nëse prindi jatë nuk i ka kushtet me shkollu, krijoja kushtet vetës për me u shkollu. Domethënë, nëse jo shkolla e kini zanat që e din që e kini talent mrena vetës, zhvilloja rrite edhe bënu e pamvarun në gjitha aspektet. Kjo pavarësia dhe tepër të ekonomike ndoshta këto mesazhet e po keq kuptohen, duke pa shumë intervista që po flasin për shumë amarrament se vajzat që i shpenzojnë tek vetja atyre dhe po mendojnë që kanë arrit një pavarësi vetë financiare në moshë tre. Po diqysh gjithë cili e dina se qysh ka po ndoshta jo gjithë secili, këto vajzat e reja ka mundësi që edhe keq kuptojnë. E vërtet, e përsa tani po devijojnë. Po. E që kjo të devijimi, për shto për e thamë, puna me vetën tonde që ti mu kone panvane, se nëse ti i folë shumë atë mëdhaja, ndërkohë që nëse këqyrë që ka bënë, që si ka punon, as i ka bënë kur gjo, aja nuk është i panvarën, ti e mvarën për dikujna, për diçkafit. Kështë që, unë për shto për thamë, bëhunit të panvarura, se parja nuk është pavarësi. Pavarësi është kur ti ki vetë besim të madh, edhe nuk tutesh, nuk ki frikë me arrit diçka. E që kjo është, unë menoj që kjo është pavarësi kur ti vetë ki vetë besimin në vetën tënde. Se, thash, nëse ti ki pare shumë, do me thonë që je e panvarur. Pikrisht. Pra, do me thonë... Parja nuk bën panvarur. Parja nuk bën panvarur, por ajo aftësia me qenë stabile financiarisht, ta krijon një falëndiri e që ti me vendos për jetën tonë se çu do me jetu. E qatë stabilitetin veç vetës ja bën. Pikrisht. Kështu që me këtë mesazh, super mesazh në fakt, edhe po e mbyllem këtë intervistë, duke të falendëruar edhe një herë se ishe pjesë e distriktit. Faleminderit ty. Edhe me shumë kënaqësi me të pas edhe shumë herë tjera, më na jap kaq pozitivitet. Edhe me kënaqësi do të vi. Sa të më thersh. Faleminderit. Miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim këtë intervistë bashkë me Elenën, edhe do të shihemi në episodin tjetër në kanalin tonë YouTube. Ju mos harroni të na bëni subscribe dhe të na ndjesni në gjitha platformat e rrjeteve sociale. Deri atëherë, mirëmbëjtje.